Qerdhet janë si një shtëpi e dytë për më të vegjëlit, andaj që ato të jenë në gjendje të mirë dhe me kushte bashkëkohore është dëshirë e çdo prindi që e lë fëmijën aty në përkujdesje. Qerdhet e Gostivarit kanë punuar shumë në këtë drejtim dhe projekti i fundit që u promovua sot ishte fasada e qerdhes Lulishtja në Gostivar. Në ceremoninë përuruese ishte edhe një delegacion i komunës së Gostivarit i kryesuar nga kryetari Valbon Limani, i cili tha se ky projekt është rezultati i një bashkëpunimi të mirë në mes të komunës dhe qerdhes. Ai siguroi se ndihma e komunës ndaj projekteve që synojnë përmirësimin e kushteve nëpër qerdhe do të jetë permanente. Sot erdhëm këtu në qerdhen për të parë në fakt punimet të cilat janë kryer, një investim diku afër 4 milion denar, investimi i cili dukshëm ka përmirësuar efikasitetin energjetik të këtij objekti, domethënë edhe gjatë muajve të dimrit, por edhe gjatë muajve të verës. Janë bërë edhe punime të tjera në pjesën e jashtme të objektit, gjithë kjo në bashkëpunim me qerdhen dhe me ekipin i cili edhe prej mjeteve vetanake të qerdhes, por pak edhe me ndihmën e komunës janë bërë gjithë këto ndryshime dhe shpresojmë se këto do të ndihmojnë në mbarvajtjen më të mirë të procesit tu në qerdhe. Nuk do të ndalemi këtu, biseduam me drejtoreshën edhe për projekten të ardhme, do të punojmë që kushtet në të gjithë qerdhet në komunën e Gostivarit të jenë linjitoze, të jenë shumë të mira për fëmijët tanë. Drejtoresha e qerdheve të qytetit Daniela Boshkovska tha se çdo investim në qerdhe është investim në ardhmërinë e këtij qyteti, që janë fëmijët. Si projekte me prioritet për të ardhmen përmendi tualetet dhe kuzhinat e qerdheve. Много ни значи поддръжката на локалната самоуправа, Министерството за труд. Për ne është shumë e rëndësishme mbështetja e komunës dhe ministrisë. Ky është një projekt i madh dhe unë them se gjithnjë është mirë të investohet në ardhmërinë e fëmijëve. Ajo që mund të them tani është se për periudhën që vjen do të ketë renovim të tualeteve dhe të kuzhinave të qerdhes, por çdo gjë në faza do të realizohet. Është investuar shumë dhe kështu do të vijojmë. Në këtë qerdhe konkretisht kujdesemi për 290 fëmijë, të cilët do t'i gëzojnë kushtet e përmirësuara në objekt, tha Boshkovska. Limani dhe drejtoresha e qerdheve për periudhën verore paralajmëruan rregullim, gjelbërim dhe dekorim të oboreve të gjitha qerdheve. Kjo krahas disa intervenimeve të tjera më të vogla që synojnë përmirësimin e kushteve dhe mbarvajtjen e procesit të punës nëpër qerdhe.